Protesta e së shtunës e thirrur nga opozita pritet të shënojë një fazë të re të aksionit politik. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se kjo do të jetë dita e kryengritjes paqësore, ndërsa paralajmëroi se protesta nuk do të jetë si ato të mëparshmet. I pyetur mbi mënyrën se si do të realizohet ky diversifikim, Berisha tha se ka ide konkrete, por theksoi se vendimet do të merren në konsultim me bashkëpunëtorët e tij dhe forumet e Partisë Demokratike. Ndërkohë e dini, e shtuna është dita e kryengritjes paqësore, qytetarët mezi e presin për të shprehur zemrimin, revoltën e tyre, urrejtjen e tyre ndaj hajdutëve dhe do të jetë një revolt, një kryengritje, do të thosha nga më të fuqishme ose më fuqishmja që ka njohur vendi. Nuk do jetë e llojit të atyre që keni pa. Tani kryengritja kalon në fazën e diversifikimit të aksioneve dhe veprimtarisë saj. Për të gjitha do informohej në përputhje me vendimet që do merren. Por e shtuna është dita e triumfit të opozitës, e triumfit të shqiptarëve mbi hajdutët. Unë ide kam sigurisht, por para vendimeve të nevojshme për t'i quajtur ato platformë, unë nuk kam se t'i bëj publike idet. Duhet vendosen bashkërisht me bashkëpunëtorët e mi. Berisha hodhi akuza të forta ndaj qeverisë për situatën në juglindje të vendit pas dëmtimeve në segmente rrugore. Ajo që po ndodh me të gjithë juglindjen e vendit është dëshmia më flagrante se si korrupsioni mund të godasë pothuaj 1/3 apo 1/4 e shqiptarëve. Prej 3 ditësh, e gjithë juglindja e vendit është e dënuar nga një shembje e krijuar absolutisht nga dora kriminale e njeriu të korruptuar. Ndërsa nuk la pa përmendur edhe kostot e udhëtimit me helikopter të kryeministrit Rama drejt Korçës këtë të hënë. Kurse vetë Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. Ka shkuar me 2 helikopter. Helikopteri Tiranë-Korçë shpenzon 15.000 euro udhëtim. 30.000 euro bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjujnë me domate dhe vezë. Kudo që ta shohin. Vezë dhe domate dhe vezë kryej hajdutit. Ky duhet të jetë qëndrimi i qytetarëve shqiptarë në çdo skajk ndaj çdo qeveritari. Protesta e së shtunës pritet të tregojë nëse paralajmërimet për një fazë të re të aksionit opozitar do të konkretizohen në terren.